Rregulla më të ashpra për migracionin dhe më pak punëtor nga Ballkani Perëndimor, sipas marrëveshjes së re të koalicionit në Gjermani. Në një moment me sfida të mëdha për Europën dhe ekonominë botërore, drejtuesit e tri partive të koalicionit të ardhshëm qeveritar në Gjermani, Unioni Kristian Demokrat, Partia Social-Demokrate e Gjermanisë, si dhe Unioni Kristian Social, prezantuan të mëkuar më 9 prill 2025 në Berlin marrëveshjen e tyre për bashkëqeverisje. Kryetari i CDU-s dhe kancelari i ardhshëm i mundshëm Friedrich Merz e cilësoi dokumentin si një sinjal të qartë për Europën dhe një garanci se Europa mund të mbështetet te Gjermania. Për të ndezur motorin e ekonomisë gjermane që tashmë ka hyrë në vitin e tretë të recesionit, Parlamenti gjerman kishte miratuar më parë një paketë masash qindra milionëshe. Por tarifat e presidentit amerikan e detyrohen koalicionin e mundshëm të ardhshëm që të marrë masa shtesë për lehtësimin e industrisë, për shembull duke ulur taksat për sipërmarrjen, reduktimin e tatimeve mbi energjinë dhe përjashtimin nga tatimi të orëve shtesë të punës. Po ashtu qeveria e ardhshme synon të lehtësojë të ashtu quajturin pension aktiv që i lejon edhe pensionistave për të punuar pa tatim. Një tjetër objektiv madhor është reduktimi drastik i burokracisë me qëllim që Gjermania të bëhet më atraktive si për investitorët, ashtu edhe për profesionistët që kërkojnë një vend për të jetuar. Për këtë arsye, koalicioni synon të krijojë një ministri të digitalizimit, e cila do të përqendrohet pikërisht në këtë çështje. Pajisjet e vjetra si faksi duhet të dalin jashtë përdorimit, tha në mënyrë simbolike bashkëkryetari i SPD-s Lars Klingbeil, dhe shtoi, tregjet ndërkombëtare duhet të marrin sinjale të qarta se këtu mund të investojnë.